Ministri e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evis Sala inspektoi punën në Qendrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, ku njoh nga afër mbi funksionimin e qendrës së thirrjeve 127, koordinimin me ekipet në terren, si dhe përdorimin e teknologjive të monitorimit në kohë reale, të cilat garantojnë reagim të unifikuar dhe të shpejtë në të gjithë vendin. Sala theksoi rëndësinë e përgatitjes së sistemit për periudhën e ngarkuar të fundvitit. Gatishmëri operacionale, sidomos tash në të periudhën që është më e ndjeshme sepse janë festat, ka më shumë lëvizje, qarkullim, prandaj dhe nga ana ime personale si mjeke, po edhe institucionale. Stafet e urgjencës prezantuan protokollet e reja të menaxhimit të flukseve dhe mobilizimin e rrjetit të autoambulancave dhe motoambulancave në zona me risk të shtuar për të siguruar mbulim të plot gjatë periudhës festive. Këtu jemi dhe në sallën e trajnimeve, dhe në sallën e mbledhjeve, këtu diskutohet çdo gjë, mësohet çdo gjë dhe vjen gjithë Shqipëria. Ne kemi kaluar mbi 10.000 veta trajnime këtë sallë. Fshirë e parë që takoj falenderoj për gatishmërinë, për korrektesë, për operacionalitetin që keni, sepse është zemra e sistemit shëndetësor. Një qendër si kjo po e përgatisim edhe në Vlorë, që nuk është informacion të menjëhershëm. Duke kaluar dhe në qendra tjera, duke zgjeruar qendra tjera, pastaj është dhe më afër pacientit, besoj apo jo. Ajo që ne duam si institucion është dhe fakti i përfshirjes së universitetit. Këtu janë instruktorë të ndryshëm, të fushave të ndryshme, veç administratës, që trajnojnë kurse ndërkombëtare të certifikuara nga Amerika dhe Europa. Qendra Kombëtare e Urgjencës vijon të ofrojë shërbim 24/7, duke u bërë apel qytetarëve të mos hezitojnë të telefonojnë 127 për çdo urgjencë mjekësore.